ulemat muslimane, të gjithë e besojnë një Kur'an. Pse polemizojnë? Një pashkonja lexojnë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Një pashkonja. Pse polemizojnë? Se nga të njëjta shkronja diçka tjetër ju shkon në shpirt. Ebu Hanife ka lexuar një ajet, diçka tjetër i ka shkuar në shpirt. Maliku e ka lexuar të njëjtin ajet, diçka tjetër i ka shkuar në shpirt. E kështu me radhë dhe kanë ardhur rezultate ndryshme. Njëri thotë, po nuk janë të lexuar një libër, po një libër janë të lexuar, po s'janë të kuptuar njësoj. Kjo e ilme, ajo çka kuptohet pi asajna. Andaj Imam Shafiu ka thënë, nga këtë kjo krizë si pshtohet, ka thënë dush me thënë, amantu billah. I kam besuar Allahut, i kam besuar librit të Allahut. Ala muradillah. Na çka ka dashur me thënë Allahu, jo atë çka ti e kupton pi Kur'anit. Shiko, ka thënë me këtë shpoton. Për shembull ti lexon Kur'anin dhe kupton diçka. Ajo çka e ke kuptuar ti, a do të thonë se ka dashur me thënë Zoti? Jo. Si shpotohet përmes me hi llugave, thua, o Zot, unë i besoj këtij libri, në atë çka ti ke dashur me thonë, jo atë çka unë mund ta kuptoj. Kjo vëzër, mos më kanë kjo, kur kush nuk shpoton.